أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم Allahun Jalla Jalaluhu e falenderojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, salavat e dërgojmë për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët musliman të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun Jalla Jalaluhu për pranim të duave, për pranimin e ibadeteve tona në përgjithësi. Lusmi Allahun Jalla Jalaluhu që ditët të cilat po shkojnë Allahun Jalla Jalaluhu të na keq përblisin bas mundit dhe hakit të cilat ja kemi dhënë ibadeteve të Allahut Jalla Jalaluhu. Lusim Allahun Jalla Jalaluhu që ditët të cilat do të vinë Allahut na jep jetë dhe të përjetojmë edhe këto ditë të begata dhe lusim Allahun Jalla Jalaluhu që ta përfundojmë këtë muaj ashtu siç e don ai. Pra, ne jemi në veçoritë e këtij muaji të begat, muajit të Ramazanit. Ulemat e cekin një hadith të Muhamedit alayhi salatu wassalam, një hadith madhështor që thuhet se ka ndodhur në muajin e Ramazanit të vitit të 9 Hijri. Këtë hadith është interesant shumë se sinqeriteti i shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, edukata e tyre, durimi i tyre, ka një dallim shumë të madh nga dita e sotshme e besimtarëve musliman të cilët e përjetojnë këtë muaj të Ramazanit dhe do të thotë sa janë ato të cilët e kanë kuptuar madhështinë e Islamit. Prandaj në këtë muaj, siç thash, në muajin e Ramazanit të vitit të 9 Hijris, do të thotë këtë hadith që e transmeton një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe e ka emrin Imran ibn Husein radiallahu anhu, që aludohet se ky njeri thot isha duke nejt me pejgamberin alayhi salatu wassalam në xhamin e pejgamberit në Medinë. Thot erdhi një grua e cila thot u fut në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe nuk e njehte askush. Thot erdh dhe e kërkoi pejgamberin alayhi salatu wassalam që të dalë nga xhamia sepse donte të e pyeste diçka. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam doli nga xhamia dhe u skanu me një qosh. Thot ajo grua ishte me burrin e vet. Dhe thot ju afru pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe thot e pyeti, i tha ja Rasulullah, tha kam ardhur të pastrohem nga mëkati të cilën e kam bërë. Thot atëherë thot e poshtë burrin e saj e njihsha nga se e kisha bo një tregti një herë në këtë vend. Thot ky burr ishte nga një fis i cili e kishte emrin Ghamedi. Fisi Ghamedi në një provincë të Medinës që e kishte emrin Gjuhejne. Thot kjo grua erdhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kërkonte që pejgamberi alayhi salatu wassalam t'i bëjë një zgjidhje nga se e kishte bërë një gjuna të madh. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot kur i tha ajo se kishte bërë gjuna të madh, atëherë e detyroi të tregon se çka ka bërë. Atëherë ajo i thot kam bërë zina. Do të thot ka bërë amoralitet. Para mendoj e vëllezër të dashur nëse po marr parasysh një grua apo një burr ditët e sodit me dal edhe me shku me kërku, do të thot mu pastru për gjunohet të cilat i ban gjatë ditës. Mirë po,
nuk ishte një gjuna i rëndomt, ishte një gjuna i madh që ajo nuk mund të e paramendon të me vdek, me shku të Allahu Gjelle Gjelaluhu, pa u pasru për këti gjunoj. Prandaj, sahabët e kanë pas mundësin, kur kanë pas rast, që si raste me shku të pejgamberi a.s. Kurse na sot nuk e kemi këtë mundësi. Mirë po na e kemi mundësin, qka? Kemi mundësin me lip përgjigjen në Kur'an edhe në hadith, nga se shokët e pejgamberit a.s. nuk e kanë pas Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sigur ne sot që kemi. Prandaj ato janë drejtu ku të pejgamberi a.s. Dhe kjo gruje, kur shkon me lip zgjidhjet e pejgamberi a.s. atëherë pejgamberi a.s. e dinte se kjo gruje ishte e martume me atë burrin që e ka pru. Ai burri nuk e dinte pse ka ardhur kjo gruje, se ai kishte thonë shumë te pejgamberi a.s. të aves për një gjuna që e ka bën qish me zgjidh. Ai nuk e dinte se që ka bën gruaja vet. Para mendoj sot dikush nëse e merr vesh se gruaja vet ka bën zinon me dikan. Para mendoj çfarë sjellje ka. A mujtet me përmbajt vetën e vet. Çish e ka përmbajt ky burr? Për ata edukata dhe durimi i sahabëve, ose të themin përgjithësi jeta e kësaj bote, do të thotë nuk ka kanë shumë me rëndësi, si kanë kushtu shumë me rëndësi. A boni dini punë të mirë të madhe shumë, si ka kushtu shumë rëndësi, po edhe nëse e ka bo, paramenoj, e ka po dikan të e bo një mëkat shumë të madhë, se e ka ditë se në këtë dunjo ka mundësi mu bo këtë gjanët. Për ata, është qetësu, mirë po pejgamberi a.s. ju ka afru afer, edhe qka i ka thonë? I ka thonë ati burrit, ka thonë, do me thonë, o Ebu Gamedi, se emri nuk ja ka ditë, mirë po, i ka thonë, o ti i fisit që je, do të thotë baba i fisit Gamedi, se ki burr ishte, sa ishte martu, do me thonë, ishte një qift i ri, ishin martu shpejt. Do të thotë në historinë islame, çka thuhet se pse ka ndodhur rasti? Çish ka ardhur deri te rasti? Pse ka ndodhur? Ka ndodhur nga se familja e kësaj vajzës e pas kanë martu këtë gruje me jo dëshiren e kësaj. Kjo gruje do të thotë e pas ka paraqit në familjen e vet se e pas ka pas dasht çka djalin që ka bën zinë me ta. Mirë po familja do të thotë sikur që jemi ne sot, nëse del çika jon të shtëpia e thotë valla unë e kam zgjedh një gjallë, e kam pa, po m'pëlqen, kam fol, ku e di unë çka, edhe baba për i natë thotë jo. Jo te ai, kam me çumë të martu te një plak. Te na çështu, te një plak, vetë pse ma ki murr ftirën. Te na çështu, do të thonë mos kuptimi shoqëror ose familjar e bjen edhe gazepin te na çështu. Dhe në këtë rast, kjo grua e thonë, e pas kanë martu me këtë burr që këtë burrin nuk e pas ka pas dasht. Edhe shka e ka dasht atë djalin tjetër. Mirë po familja se ka martu. Dhe kjo do të thotë vjen dhe e mashtron shejtani edhe vjen zina me atë djalin të cilin e ka dasht, bile thuhet se ka qenë jehudi, ai djali. Mirë po nuk ka shumë e rëndësishme është çish ka ardhur puna, do të thotë me eliminu problemin, me eliminu do të thotë gjunojnë që pejgamberi a.s. e ka zgjedh me këtë gruje. Dhe shkon i afrohet burrit vet, nga se e ka ditë se kur ta morë vesh burri vet që tash se gruaja vet ka bën zinë me të tërkan, ai do ta carohet. Normal siç është, do të thotë e natyrshme. Dhe thotë pejgamberi a.s. i afrohet atij burrit dhe i thotë, do të thotë o ti i fisit Gamedi, thotë bëhu i mirë me të. Do të thotë mos u nervozo, mos u acaro. Thotë dhe kur ajo të linde, se pejgamberi a.s. që tash po ja bën me dije se kjo edhe pse ka bën zinë, po ka me bën një kupil. Të na çtu i thoj. Ka me bën çka? Një kupil. Dhe kur do të linde, thotë të ma sjellësh këtë gruje këtu te une. Thotë ta shoh, a ka linde ajo. Ene thotë Omeri radiallahu anhu tregon, thotë subhanallah, thotë edhe pejgamberi a.s. mas i ka thonë ati burit është lutë për këtë grujen. Ka thonë, o Allah, fale, pastroje, për gjunojt. Omeri ka qenë afër dhe i ka thonë, ja Rasulullah, apo lutësh për një gruje cila ka bon zino?
Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë, ajo thot është pendu me një pendim, thot po ti mirnim 70 burra nga Medinja, nuk do t'i kishin ranu imanin e kësaj. Para mendoje. Do të thotë se nuk është let, do të thotë mu uqu njëri me boni gjuna që ka shumë të madhe dhe me dal dikuj mi kalzu. Ose me lipi dikuj zgjidhje. Te na shka bojna? Shpejt e më shefni. Pse? Mirë po, se na ka pa Allah azza wa jall pak punë. Edhe kjo gruje me atë pendimin e vetë të sinqert, do të thotë ka lip zgjidhje të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kështu do të thotë thuhet në historinë islame se kjo gruje do të thotë prej imanit shka e ka pas, s'ka mujt me mejt rahat, me flet rahat për këtë gjuna që e ka bon. E në gjithë një i ka shku në men me thonë se une nëse shkoj të pejgamberi alayhi salatu wassalam, me siguri ka mu morë vesh ki rast. Edhe do ta kuriti familjen teme, do që marë ftiren burrit tem, e fisit, e ketë e atë, ku e di unë e qka, gjithë një shejtani i ka ardhë men që mos shkoti me shpalos këtë gjuna të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë po kjo me gjithë ata do të thotë kthehet dhe shkon të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kërkon çka pastrim pi pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë ja Rasulullah tahirni, pastrom prej mëkatit. Kjo gruje subhanallah do të thotë e cila vinte nga ky vend do të thotë ishte mbush, do të thotë Medinja, po edhe vendi i kësaj gruas ku ishte me këtë marrë, me nërë me thonë që e ka bon këtë mëkat kjo, edhe njerëzit kishin fillu me fol një tjetër edhe me nis me bon gibet për ata, se ajo, s'kur që kimi na merak, mi bajt muhabetet e qerve, dhe më thonë, nëse e nimi një muhabet për dikan, atëherë me nëzit se mërimit i pare e ti diti me shpalos edhe me shpërnda. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka tërheq vërejqen kuj, Omerit radiallahu anhu. Jo vetëm për këtë gruje, subhanallah, edhe kur e akuzojnë Aishën radiallahu anha për zina, që është mërzit pejgamberi alayhi salatu wassalam se krejt Medinja kanë fol për atë. Sidomos munafikët të cilat e kanë shpërnda me të madhe lajmin e Aishës radiallahu anha se e kanë akuzu për zina. Kur kanë qenë me karavonin, aja e ka humë qaforën, ka shku të gjanjët, anë karavoni ka shku, edhe ajo roja e cila ka qenë më vonë, ka ardhe ka gjithë Aishën radiallahu anha dhe e ka morë me veti, e ka hip në deve, e ka qu Medine, edhe kur e kanë po njerëzit ka thonë, ha, që ka mbet kjo për mrapa? Do më thonë munafikët, do më thonë ja kanë gjitë këtë, do më thonë këtë biftan, Aishës radiallahu anha. Edhe njëjtë edhe për këtë gruje thuhet se, do thotë është përnda lajmi, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me mëshiren e tij të cilën e ka pas, do thotë nuk e ka marrë më një herë mi thonë aftan hale ta marrë mi ta gurzojmë se ka pas ligjin islam, kush bën zina duhet me bashka. Aftan me gurzu. Do thotë kështu është ligji i islamit. Kush bën zina, nëse gruaja është e martuar, atëherë duhet të gurzohet. Edhe në këtë mënyrë mi po pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i ka thonë s'pare herë ka bën zina, biri një transmetim qëtër e hadithe që e bedi kush thot pejgamberi sallam se ka pranu, i ka thonë ktheu haqko. Ka ardhë një herë, dy herë, tretën herë kur ka ardhë, e nësë pejgamberi alayhi sallam me ka pase, kjo po do diçka, do më thonë nuk ka të ardhë dhe të kote kote. Dhe në këtë hadith tregohet do thot edukata e ati burrit, edhe durimi, sabri i ati. Se kur i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bahu i mirë me ata, do thot mos e nguc, do thot mos e nënçmo. Sepse kjo është gruaja jote. E dyta, do të thotë çdo kush prej neve s'duhet me pas siguri se s'ka mundësi me rënë në mëkat. Ka mundësi njëri me rënë në mëkat. Mirë po, për ata Allah azza wa jall çka ka thonë, wala taqrabu zina. Mos ju afroni zinas, nuk ka thonë mos bani zina. Mos ju afroni, se nëse afrohesh janë alametet që ti ki mundësi nesër me rënë zina. Për ata, ka thonë pejgamberi alayhi salam, kur afrohet një moshkull edhe një femër dhe vetmohen me një vend, do më thonë nuk kanë vend publik, po himi një vend ku am sheft.
thot i treti aty në janë shejtani mestër. Para mendoje, s'ka mundësi mi thonë unë ja kam shoqe. Shoqe në islam nuk ka. Në islam ka motor, nan, hall, teze, po. A më shoqe mi thonë e kam shoqe, s'ka në islam shoqe. Pse? Aje shoqe të na bëhat kolomoqe të na gjithur, ha? Po. Edhe, do thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka tërheq vërejtjen atij burrit vet që mos ta ngucë, po i ka thonë që kur ta linde fëmijën, mos sjell ta shoh. Edhe kështu ka ndodhur. Do thot kur e lind ajo fëmijën e merr me veti në xhi dhe shkon te pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë ja Rasulullah e kam lind fëmijën. Edhe prap pejgamberi alayhi salam po e provon me sinqeritetin e asaj, a ka puni me kjo apo çka? Edhe çka i ka thonë? Nuk e ka thonë hajde ta krim merr këtë fëmijë, pe çojm ku duhet me çute, do të thotë fëmia te shtëpia e jetimave, ku e duhet çka. Po i ka thonë shko, kthehu derisa ta loje fëmia xhinin. Mos thithë mu. Do të thonë që nisem me ngram. Edhe ka kthi ajo prap, do të thotë derisa është kthi mas 2 vite thuat te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ai fëmia e ka pas një cop buk në gojë dhe akonte e ngran. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e shaf, do të thotë atëre urdhëron që fëmijën me e qu në shtëpinë e jetimave, ku ka qenë në atë kohë në Medinë, dhe urdhëron sahabët që ta grijn një grop, që asoj grujës do të thotë të vjen e gropa që ajo më mujt me hi deri mbi gjoksin e saj. Dhe kështu ka ndodhur. Mbledhen 70 sahabe, do të thotë në Medinë, dhe e bojnë gropën e saj, edhe do të thotë presin urdhrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me bon rajm. Rajm i thonë, do të thonë arabisht i thonë me gurzu. Dhe vjen ajo gruaja e cila thuhet se ka qenë e mbulume, nuk ju ka dok as fytyra e saj, do të thotë dhe futet në gropën e rajmit, në gropën e gurzimit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë mbledh një gur, do të thotë dvogli, ma të vogli si grushtin që e keni. Thot, sjell një gur, më i vogli se grushti, dhe thot, gjuani me bismillah. Thot, dhe kini mëshirë për ta. Edhe fillojnë sahabët me e gjujt, thojnë, deri sa, do të thot, ka vdekaj. Dhe njoni prej tyre, kur e ka gjujt, e ka stërpik thujnë gjaku e asaj. Kur e ka gjujt, ka stërpik gjaku, dhe ka thonë, më stërpi ky gjaku i zinaqarës. Do të thotë ka thonë këtë fjalë, e ka dëgju pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe që ka thonë? Ka thonë, e ki thonë një fjalë, thotë, me e hudhë në qiell, thotë, e ndot qiellin. E me e hudhë në det, thotë, e ndot detin. Ati. Dhe ai, do të thotë, ban istikfar të Allahu Jalla Jalaluhu, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pas si vdes ajo, do thot i mbushën syt me lot. Shkon Ebu Bekri dhe e pyet, thotë ja Rasulullah, thotë je shumë i mëshirshëm ndaj kësaj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë wallahi ja Ebu Bekr, thotë po i dëgjoj hapat e kësaj duke shëtit në xhennet. Para mendoj. Thotë po i dëgjoj hapat e kësaj duke shëtit në xhennet. Me këtë ngjarje e cila ka ndodhur, do thotë, na bjen me mësu disa gjana. E para, istikfari, teubja, duhet me qenë e sinqert për Allahun xhalla xhelalu. Ne sot nuk e kemi atë luks me shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe me na pasru pi gjunave, mirë po e kemi luksin që na e ka dhënë Allahu xhalla xhelalu ku që na me bë istikfar. Edhe mos me shpalos gjunohen, ki drejta mos me shpalos gjunohen. Edhe bile ashtë nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse ki bodi një gjuna dinar, mos ja kalzo kërkujna. Ka thonë ban istikfar dhe ruaje. Nga se nëse nuk e tregon Allahu Jalla Jalaluhu ditën e gjykimit të fsheh. Bile ashtë një hadith i pejgamberit alayhi salam, ashtë ulemat kure tregojnë, ashtë shumë i rëndësishëm, do thotë, ashtë interesant ditën e gjykimit. Thotë, kur robi Allahu Jalla Jalaluhu është mëkatar, dhe kur dalë ditën e gjykimit para Allahu Jalla Jalaluhu del i nënshmum, do të thotë nuk mundet me e shiku Allahu Azza wa Jalla, nga se
për gjunohet që e ka bo, i vjen marrë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu thot e tërheq afër vetës. Thot e tërheq afër vetës, do të thot çka ke o robi jam pse e turpru. Ai thot wallahi mu ka kujtu ai gjunohi, janë njën Allahu xhalla xhelala gjunot. Thot jam të turpru se sot kanë me mdal krejta shiqare. Çka kanë bo? Allahu i thot o robi jam, thot unë ti kam shef në dunjë. Se e kanë, s'ti kam shpalos. Thot, a mendon se edhe pasi që ke bon istikfar, unë do t'i shpalosi sot para miliarda njerëzve? Thot, edhe njeri u thot, do thot pi ati qefit madh që e ka, thot, bjen sejdë dhe Allah të azza. I bjen sejdë. Pse? Sejdë është adhurimi, nënshtrimi, adhurimi më i mirë, lëvizja, lutja, çdo sen, sejdja është më afër Allahut xhalla xhelalu. Do thot për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam e tregon këtë rast se njeriu do thot ditën e gjykimit s'ka ku ik pi gjunohave. S'ka ku ik. E vetmja mënyrë është çka? Nëse Allahu xhalla xhelalu don mos më shpalu. Për ata kjo gruaja kur e ka bën këtë mëkatin ka mujt me mshef se nuk e ka ditë kurkush vetëm kjo edhe ai gjali edhe Allahu xhalla xhelalu. Ka mujt mos me kallzu. Mirë po prej sikletit madh se ajo do të thotë që e ka pas galen e madhe se nesër ku do të dale para Allahut me ba Allahu me ja shpalos këtë marrë edhe më e madhe se për miliarda njerëz pe shohin se çka ka bën. Për ata do të thotë sahabët shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam galen dertin më të madh kanë pas çka? Ahiretin e kanë pas ditën e gjykimit. Kurse na dallimi mes tyre edhe neve, siç thonte një alim thoke është një pëllam vetëm ku e në këtë dorën këtu. Thoke do të thot dallimi atë ata e kanë pas çka galen e shkajt zemrës. Kurse na kemi galen ku barkit. Ne kemi galen që me mush barkin. Se kemi galen çish me pastru zemrën. Për ata dallimi jon për atim janë shumë i madh. Edhe pse kjo pllama është e vogël, mirë po domethënia është shumë e madhe. Për ata na lutim Allahun xhalla xhelaluhu, që Allahu xhalla xhelaluhu sparher na bëjë për atyve që të largohemi prej gjunave, qofshin ato të mëdha apo të vogla. E dyta e lutim Allahun xhalla xhelaluhu që këtë muj begat Allahu xhalla xhelaluhu na bëjë që ne ta ndryshojmë gjendjen tonë, ta ndryshojmë edukatën tonë me Allahun dhe me njerëzit. Prandaj lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu na i falë mëkatet dhe të na nxjerrë nga ky muj pastrum për çdo mëkati dhe që mi për atyve të cilat pranohet çdo lutje e jona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim.